dashur miq, mirë se erdhët edhe në këtë ditë të hënë. Ritakohemi për të nisur javën së bashku në Villa 24, sigurisht me Katerinën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, dashur. Jam shumë mirë. Gëzohem shumë. Nisi java? Ide plot besoj. Patjetër. Po, mund t'i përshëndesër zonjan se e di që kemë me I përshëndesim, urojmë një ditë bukur dhe i ftojmë si gjithmonë këtu te Këndy Jo Negatimit për të parë ceta do përsellin për ato sot. Meqense Anila po na vin, domethënë, është edhe kjo datë 27 Bajrami. Patjetër, po. Kështu që është dhe një ide kjo për të serviru këtë mishin e qëngjit, të cilën do ta bëjmë pak ndryshe, nuk është ai i zakonshmi, që them unë do ta bëj, do ta aromatizoj me kri piper, me trumz, por këtu do të shtojmë edhe pak hudhra dhe qep të njoma. Është koha akoma, është pranverë ende, s'kemi hyrë akoma në sezon të verës, kështu që mënyra se si do ta pjekim këtë mishin e qëngjit e bën të veçantë. Edhe unë kam menduar që këtë mishin e qëngjit pastaj ta shoqëroj jo me patate, kësaj radhe, por me këtë orizin, të cilin dhe këtë do të aromatizoj. Që do të aromatizoj me dhe një limon brenda që gjithmonë hedh tek orizi, limon të mëshkrifërohet, por jo vetëm, merr edhe aromë dhe shije. Ndonjë gjethe rozmarin, ndonjë degëz rozmarin, një 2 thelpinj hudhër, ndonjë lëkurë limoni, po doni mund të shtoni edhe ndonjë mëndërz brenda, domethënë është kjo në energjiku, mëndërz, si quhet tjetër? Diozëm. Dhe më tha dhe një emër të çuditshëm Anila që dhe ai është përdoret përsëri për energjikun. Po. Okej. Kështu që është e njëjta erë, por ndoshta ka 5-6 emërtime në bazë të trevave. Okej, ne deri te 3 jemi. Kur t'i shtojmë do vim kështu me fjalor me vete. Do t'i themi dhe ato. Dhe mendova që për këtë të shoqëroj domethënë një si thuash ëmbëlsirë të freskët, që mund të përdoret domethënë gjithë pranverën dhe sigurisht edhe në sezon të verës. Është e freskët, që është e vërteta, me lëngun e portokallit, me nisteshte, sheqer dhe me fruta të ndryshme që juve ju ndodhen në shtëpi. Pra mund të përgatisni një ëmbëlsirë të thjeshtë dhe shumë të shijshme. Shumë mirë. Këto janë, domethënë në fund fare mund ta shoqëroni me kanellë, mund ta shoqëroni me ara, mund ta shoqëroni me stika, me fisikë, me çfarë, me thënë, ato që juve ju ndodhen në shtëpi. Tani fillojmë me njëherë për të thënë për punën e recetës. Ta vendosim tani mishin që të na piqet, që të kemi mundësi në fund fare edhe ta shohim. Domethënë sigurisht që neve me kohën që kemi nuk e kemi të mjaftueshëm orarin, por do ta kemi goxha të përfunduar. Kardamoni për çfarë përdoret? Domethënë ne e përdorim këtë nga ëmbëlsira apo e ke lënë? Dëgjoj, kardamoni përdoret edhe në ëmbëlsira, përdoret edhe në këto për shembull, edhe këtu mund të shtojmë tek orizi, i shkon, ka një aromë të veçantë, një shije shumë të mirë. Po, e shkruan në fakt. Kështu që unë mendova që të hidhja këtu, po ndoshta më ka ngelur andej, të hedhja 2 kokra brenda te orizi. Domethënë shoqërohet fare mirë me mishin e shpendëve, mishin e kuq, me thjerrzat, me portokall, ka një aromë shumë të mirë. Erza të tjera. Nëse ju ndodhen ambisave, por siç atë që u them gjithmonë. Mund të përdor ka edhe për të aromatizuar këto pjet, çaj, kafe. Po, në kafe përdoret shumë. Po, pra interesante. Në çajra të ndryshme. Ndashka, bërë pjesë e familjes, e gjeni tek Neranzi, si të gjitha produktet që kemi sot në tryezë, i gjeni pikërisht në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi, provojeni se vërtet janë edhe interesante kur ti zbulon dhe një shije të re, po teston ta provosh edhe në një pjatë, t'ia shtosh qoftë edhe një orizi të thjeshtë apo marinimi të një mishi dhe në fund kupton që ke ndryshuar tërësisht ashtu shijen e një gatimi që bazat i ka të ngjashme dhe ne shpesh ndjekim të njëjtën procedurë sepse jemi mësuar t'i gatuajmë ashtu, po pikërisht me këto prekjet e vogla të një aromatizuesi, të një erze, e sjellim në një mënyrë të re, duke patur parasysh gjithmonë që erza dhe jo vetëm, po çdo produkt të dyqanet Neranzi, ndër të tjera ka edhe vlera të mëdha në shëndetin ton. Kështu që teksa shijojmë, ne i bëjmë një nder të madh edhe shëndetit. Patjetër Anil, atëherë unë filloj fillimisht duke është mirë që ta marinojmë mishin dhe ta lëm, qoftë edhe me këto erza tjerë, të paktën ta lëm një gjysmëore jashtë frigoriferit dhe pastaj ta vendosim në furrë. Që të merren ato shijet. Edhe shijet, por gjithmonë mishin nuk duhet direkt nga frigoriferi vendoset qoftë edhe në tenxhere, qoftë edhe në furrë, duhet të qëndrojë të paktën 20 me 30 minuta jashtë në temperaturë të ambientit dhe pastaj të vendoset në furrë ose edhe në tenxhere. Duhet të dim këtë, sepse nëse vendosim direkt, ai forcohet. Kati kam një pyetje. Po, më thuaj. Ka ndonjë sekret tharja e rozmarinës, pra kur e kemi të freskët dhe do ta thajmë, ta ruajmë si një erëz? Po, të gjitha duan që të thahen në ambient të errët, jo në dije. Se pyese, bëra unë po, dështova.
Jo në diell. Nuk duhet që të marri rrezet e diellit, por duhet të jetë në vend pa lagështirë, por në errësirë, që të ruaj këtë ngjyrën jeshile. Edhe të mos pra unë e lash të thaj në diell, në vend të hapur, në të gjitha mënyrat që s'duhet bërë. Okej, mos e bëni ashtu. Sepse e pa që u prish tërësisht i iku aroma, filloi të ngjitesh në njëra tjetrën degët. Okej, mirë. Ja të kam tu për ditë, s'të kisha pyetur para se ta bëja si veprim. Ja mi bën që pyet Anila, sepse ç'është e vërteta, edhe unë nuk jam e gjithanshme, nuk kusej ditë e gjitha, por janë të gjëra që po, sigurisht, sepse janë të fushës time, kështu që me pyetjet e tua mësojnë diçka edhe ambisat. Kjo është ideja. Tani çfarë i bë mishi? Unë i hodha krip piper, i hodha pak vaj ulliri, ndërkohë që do t'i shtoj pak trumës, ose në mungesë të trumëzës, mund të shtoni pak rigon. Okej. Një shkon faktikisht dhe nuk do të aromatizoj me gjërat të tjera këtu, sepse do të shtoj ato qepët e njoma dhe hudhrat e njoma. Do t'i hedhim këtu, por para se të shtoj ato, do t'i shtoj edhe pak gjalp. Prita marrë me 2 luk tani, sepse kjo në ngecit. Është, ka marrë temperaturën ambientit, furrën e kemi të ndezur, sa po të mbarojmë me mishin, do lexojmë recetat. Me këtë lëngu, do me thënë, neve thamë që do shoqërojmë, dhe t'i vendosë të brëndë që mos të më shkoj dëm, se është lëngu që do të pregatis për pilafin. Dhe atë që unë dua t'ju them, unë nuk shtoj lëngje këtu tek pjesa e mishit, sepse fillimisht e vendos në një temperaturë 230-50, nuk e di se si e keni juve furën, dhe do t'a lëni aty për një 20 minuta, në këtë temperaturë të lartë, pastaj do t'a ulin në temperaturë 180 gradë, do t'a lëni për një gjysmore, pastaj do t'a ulin në temperaturë 170-160 gradë, dhe do t'a lëni edhe gjysmore tjetër, kur e keni mish qëngjit të vogël. Kështu që nuk ka nevoj të shtoni lëngje brënda, sepse kemi lagështirën e këtyre, do me thënë të qeve të njoma dhe të hudrave të njoma, dhe na bëhet, si tuash, një pjekje e mishit shumë e shishme. Ashtu. Pak vaj sipër, këtyre dhe pak krip. Edhe këto lëngjet pastaj do t'jenë që neve do t'i përdorim për të shoqëruar, tham, orizin, ose nëse doni ju pastaj mund të pregatisni krip është kjo. Ndonjë patate, ndonjë gjë tjetër, t'jedhim dhe pak piper. Edhe asnjë gjë. Thjesht. Ja kështu kaq thjesht, do t'a vendosim në furrë dhe tham do të zbatojmë, do me thënë, rregullat e temperaturës së sobës, të furrës. E vendos në furrë. Dhe do të lexojmë edhe recetat, për të zbatuar kështu edhe përbërësit edhe masat përkatëse që do se cili prej tyre. Këtë recete kemi me 2 pjesë, ndaj mbajeni shënim si një të vetme, mish qengji me hudhra, një moment sa të na dalë përsëri. Dhe qep të njoma, 4 racione mish qengji, 2-3 hudhra të njoma, 3-4 qep të njoma, 80 gram gjalp, trumz, piper i kuq speci, krip edhe piper. Receta vijon me pjesën e orizit, ku do të na duhen 2 filxhan çaj oriz, 1 degëz rozmarin, gjysmë kokre limoni, 2-3 thelpinj hudhër, krip, piper, kardamon, 1 luk supe mix erzash dhe 2 luk vaj ulliri. Sot do të cilëm gjithashtu, si që thamë, edhe një recetë ëmbël, një krem portokalli me fruta të freskëta, për të cilën do të na nevojiten 600 ml lëng portokalli, 2-3 lug supe niseshte, 3-4 lug supe sheqer, 1 lug gjalp, 500 gram mix fruta të freskëta, kanell, arra, ose fistik për servirje, si pas dëshirës suaj, çfarë ju të keni në shtëpi, si pas shijes suaj dhe mundësive që keni. Shumë mirë, Anila, atëherë të dashur anisa, pasi kemi vendosur, do ju tregoj edhe mënyrën se si do të përgatisim këtë pilafin, që unë kam menduar që ta bëjmë me këtë orizin jasmin. Sigurisht që mund ta përdorni me çfarë do lloj orizi që juve ju ndodhet në shtëpi, por do ju tregoj mënyrën se si do të aromatizoj këtë orizin që të bëhet shumë i mirë, do me thonë edhe i shishëm. Sigurisht që në fillim fare orizi do të lahet, ndërkohë që do të kemi vendosur një tenxhere me ujë në masën raportin 1:2, dhe do të hedhë, e kam edhe një lug tu akoma, Anila, është mjaftueshëm. Na doli fiks. E kështu ne sepse kemi marrë edhe kutinë tjetër. Kemi marrë kutinë e re patjetër. Ku të rrim ne pak të miksin e erëzave. Asnjëherë nuk na mungon në kuzhinë, sepse është nga ato shpëtimet
e recetave për mish, për tava, për supa, për salsa, për të gjitha recetat, aty ku nuk dini çfarë erëzet i shtoni, se nuk dini me çfarë kombinon, me një mix erëzash, keni zgjitur punë dhe gjithmonë përshtatet fare mirë me shumë përbërës të tjerë. Po, është e vërtet. Atere, orizin thamë, e kemi të larë, e kemi kulluar mirë dhe kemi gati tani duke shtuar fillimisht në gjysmë lëng limoni, edhe këtë limonin do të lë edhe kështu brënda. Për aromë. Po. Thamë që zjodhëm orizin kokërgjat, Jasmin është një oriz shumë interesant, gjanë pak sa me basmati në pamje, është ideal për një së recetash kryesisht ato të mbushurat, të specave, por edhe për përgatitjen e një pilafit të thjeshtë, sepse vjen shumë i këndshëm edhe në pamje dhe ka gjithashtu edhe një shije karakteristike, pra për risotto, për burani, për supja, prag dhe në shumë recetat të tjera, a e bëni dallimin që vjen në kështu kokërgjat, ndërsa karnaroli për shembull është i rumbullakët. Është rumbullak, po, vjen si më i hapur edhe në... Edhe shumë i mirë për risotto. Për risotto, për burani, për supja prak, e për çfarë do lloj recete. Është kokër plot, dhe kur gatuhet bëhet dhe shumë akoma dhe më i bardhë në pamje. Atëre të dashuran visa, si që shikoni, e dëgjoj, e kisha këtë hudhërën, është hudhër e freskët, dhe kur është e freskët nuk ka kaj shumë, si tuash, nuk e ka të rëndë aromën edhe shien. Edhe tjetra pasaj i hedhë kështu si që janë, shiko? Kur janë të reja, me atë cipën e ho, dhe kështu që mund të hidhë edhe një 10 thelpinj hudhër, sepse janë dhe të vegjël edhe pa i pastruar, t'i lëni bashkë me atë cipën brënda. Sigurisht që më përpara duhet i keni të lara. Pa tjetër. Le të hedhim edhe rozmarinën. Ta presim qikse. Për atë masën që kam është mjaftueshëm, nuk e teproj. Po, se edhe rozmarina ka një aromë të fortë. Le t'i hedhim, u mendova, kur kardamoni Anila? Hajde, agova unë këtej përsëri. Edhe që ta bëjmë pak si të veçantë, se këti lloj orizi faktikisht i shkon. Nuk është se do hedhim shumë. Ja, shiko se sa të forte ka aroma, por i jep një tjetër shije. Nëse ju ndodhe, gjithsesi, po besoj deri këtu te limoni, te rozmarina dhe te hudhrat, sigurisht që juve keni në shtëpia tuaja. Ka një aromë vërtet të veçantë. Ka aromën shumë të veçantë. Tani do të hedhim edhe vaj ulliri. Edhe do të vendosim në furrë, por që mundet ta bëni edhe në tenxhere. Vendosim këtu. Ujin kam, po pak krip do t'i shtoj, sepse ta hedhim këtu më mirë të lëngu. E keni gati. E hedhim, bëjmë një trazim fillimisht, edhe në furrë. Po. Pra, masat i kemi llogaritur përpara, orizin edhe ujin, kështu që në momentin që i bëjmë bashkë në furrë, jemi të sigurt që do të bëhet zjerja e orizit aq sa duhet, pa e qullosur atë apo te zier dhe pa e lënë gjithashtu të pagatuar mirë. Jo se në tenxhere nuk e bëjmë këtë masën, por që ndonjëherë në tenxhere apo në tigan gatuajmë pak më shumë me sy. Po me që kemi ndezur furrën, mendojmë të bëjmë të dyja në furrë. Po. Kështu që ja kështu e vëmë drekën përpara. Kjo është një oriz shumë i mirë që ky lloj pilafi mund shoqëroni gatime të ndryshme. Po, është vetëm e ke pak më të ulët të furrën, kështu që të kujdesemi mos na kulloj. Mishin edhe pilafin e vendosëm të dy në furrë, do t'i kemi gati kur të jemi në fund të kuzhinës së plot për sot, dhe tani është momenti besoj, përveç se të sistemojmë ca gjëra këtu mbi tryez, të bëhemi gati për të nisur edhe me recetën që lexuam pak më herët tek ju. Pra kemi niseshten këtu mbi tryez, kemi vaniljen, kemi sheqerin, kemi lëngun e portokallit gjithashtu, fruta të freskëta sipas dëshirës tuaj dhe sipas mundësive që kemi. Ne këtu kemi portokall, kemi limon, kemi moll të kuqe dhe jeshile, banane gjithashtu dhe ca kokra sheg. E natyrisht që edhe frutat e thata, nëse do t'i keni në shtëpi, do t'i shtonin akoma edhe më shumë shije këtij kremi, mund të zgjidhni arrat, fistikët, çfarë të keni ju dëshirë për ta përgatitur këtë krem. Nga do të nis puna dhe cila do të jetë mënyra që do të sjellim këtë recet, kanti sa po të jetë gati, do të na bëj ato shpjegimet e nevojshme. Atëherë të dashura, visa shikoni lava pak të tenxherën e vogël, nga kemi tenxhere të madhe, me thënë drejtën, po kjo është situash më praktike.
Edhe, kështu që e kemi... Ti e lave e bërë gati si në shtëpi. Po. Të lajmë që më zbëm shumë men, përdorim po atë. Po të me këtu jemi në shtëpi, apo jemi në vilë. Jemi në vilë faktikisht. Po ne e kemi shtëpin vilë, po shtëpi është prapë. Shtëpi është, po që sepse shikoj, kemi dhe ne, kemi aneksin, e kemi salonin, e kemi guzhinën, e kemi sallën e pritjes, i kemi gjitha, kështu që në shtëpi jemi edhe ne. Atere, të dashuran, visa unë thash pak më përpara, do të kemi portokallet të cilat i lajnë mirë, i shtrydhin dhe përfitojmë këtë lëngun. 600 ml, do me thonë, tani, si kur vajti edhe në qikë më tepër, pak më, si të thuash, nuk ka nevoj, por të keni një ide. Pa. Edhim lëngun e portokallit shumë e thjesht, për të pregatitur, mjafton të keni përbërësit, edhe, tani, për punë e sheqerit, unë them 2-3 lugë, nuk e di se si. E këtë pastër këtë. Faleminderit, Anil. Sa të doni juve që ta bëni, unë tani do hedhë 2. Ju doni të hedhni 3, hedhni 3. Kati të duhet një nga vatrat e ndezur, e vogla. Të voglën. Ta fikim këtë tjetrën? Po. Edhe do t'i hedhim të gjitha Më falë, se po thoje masa do më të Po, ndërpreva. jo, thash për punë e sheqerit, sepse kam 2 me 3, që do të thotë, unë hodhë ta 2. Dhe të sheqerit jam gjithmonë e mbajtur, nuk hedhë më tepër. Por ka që e duan pak më të ëmbël, mund të shtojnë, do me thënë, që të hedhim. Ta marim mos marim lugën e vogël, tani do të marim me bisht. Me bishtin e lugës, të kurse është mjaftueshëm kjo vanile. Në rregull, dhe këtu kemi një seshten. I hedhim në të ftohtë. Të gjitha në të ftohtë? Po. Okej. I trazojmë dhe pastaj vendosim për të bërë. Është e thjesht si recet, është si thua një ëmbëlsirë e lehtë, nuk përdorim këtu asë, si thuash, në fund fare faktikisht do përdor pak gjatë për ta t'i dhënë edhe shije më tepër, por edhe e shkëlqen kremin. Gjë që është mirë ta përdorim. Tani këtë të pasër e kam, nuk kam gesur gjë nga sheqeri. Jo, se ka qenë e thatë, kështu që nuk... Hedhim edhe një seshte. Ose 2 të plota, ose 2 gjysmë. Okej. Vare se sa e mbush një lugën, kjo është diferenca. Po, në fakt, po. Po e pat që ju më piks më tepër, shtrit një pak portokalle dhe ja, u bë, aj kremi normal që ne duam. E të razojmë dhe vëjmë në temperaturë të sobës, që të na kthehet në trajt kremoze. Okej. Shumë mirë. Tërkohë që do të bëhet kjo, njëra do të trazoj, tjetra do të përgatis frutat. Unë do të razoj. Shumë mirë. Ti e di që zgjedhun. Shiko sa ngjyrë të mirë që ka portokallia. Okej, fa. Do ta lëmë në temperaturë të nxehtë, të lartë. Do presim derisa të na kthehet. Trajt kremoze. Pastaj kemi gjalpin atje, do t'i shtojmë edhe pak gjallp. Nga fundi, besoj. Po, në fund fare, kur të bëhet. Kur të jemi në fund, do të njoftoj. Në rregull. Tani, kemi një dras këtu. Ku do të përgatisim frutat. Okej. Do thik? Jo, të voglën, Anila, po, falenderit. Këtë është kështu, si sharre, nuk të prish po? Është në që kështu kjo. E mirë, do me thënë. I kemi larë më përpara. Tani frutat që juve ju ndodhe në shtëpi, nuk kemi ndonjë ato që juve ju pëlqejnë, mund të përdorni frutat të ndryshme. Përdojmë në një mollë. Kjo është një ëmbëlsirë që më pas, do më thënë, frigoriferi. Dori në frigorifer edhe mbaron aty, apo? Shiko, Anila, kjo e lëdhe në temperaturë të ambientit, tëftojë ullë temperaturën dhe fillon e konsumon. Por dhe në frigorifer që të bëhet pak me freskë. Ashtu pa e mendoja në të kryeta. Po, është e vërtet. Edhe në frigorifer duhet qëndruar që të bëhet me freskë, do me thënë si ëmbëlsirë. Shkoni është e thjesht, nuk ka ndonjë gjë që të është, si tu është një paluze, si mund të themi ndryshe, me fruta. Presim pak limon, edhe shije, por ndërkohë që edhe mollët ka nevojë për pak lëng limoni, vitamin C,
sepse edhe nuk I nxin. T'ja shtoj gjalpin? Unë piks? Po. Mendoj se po, shikoj e pak. Po, aq duhet. Shikon, me sy hodhëm ne, por që është e vërteta? Ne është bërë kremi. Aq duhet, tamam fiks. E t'ja hedhim edhe. Edhe ngjyrën e ka marrë shumë të bukur. Aromën e ka shumë të mirë, ndihet si aroma e portokallit ashtu edhe e vaniljes. Rrëzoj edhe një qika një laqeta. Ky kremi dhe kështu ta konsumosh pa gjë tjetër? Po, dhe ajo që me fruta është, si thua, një shtesë. Po, kuptoj. Thjesht më pëlqen edhe kështu. Edhe gjalpi shkriu. Ka ti mendoj ta largoj nga vatra? Po. Që mos ta ngjis, edhe është pak e nxehtë. Okej, e lëm këtu. Ajo portokalli nuk do të nga kjo molla jeshile, mollë të kuqe, mollë jeshile. Thash, për çështjen e frutave nga ato që juve ju ndodhe në shtëpi. Kemi bananeneve, kemi mollët, kemi edhe këto shegët, tani do me thënë mund përdorni luleshtri dhe na u ndodh një sheg ne dhe e përdorëm, që mos ta lënim të na prishë, e përdorëm. Po, si që është ai momentin dhe njerë që në shtëpi mbetet nga një kokor, Po, kështu. fruta. Që fillojnë edhe vyshka nëse I lë më gjatë, mblidhini aty, bëjni në copëza, çfarë të jetë shkon. Po një dardhë mund të jetë, luleshtri dhe kusht të Atere, kati. duat ju theme edhe diçka tjetër anvisave. Jo se dhe banania, lëkurë e bananes përdoret për të përgatitur çaj. Dhe shumë e shishme, që do të thotë, të gjitha këto që kam këtu, I vendosni në një tenxhere me ujë të ftohtë, I zjeni, duke shtuar brenda edhe një kardamon, edhe të pini një çaj që nuk di ç'të ju them. Shumë I shishëm. Nuk duhet të shkoj dëm në fakt, asgjë. Gjithçka e kemi thënë shpesh. I kemi të lara, sigurisht se çdo gjë që e lajm, I marim, thash, në ujë të ftohtë, I zihem dhe duke shtuar edhe 2-3 nga ato kardamonët, dhe keni një çaj që do t'ju mrekulloj, por do të merrni dhe vlera ushqimore. Po, që siç e kemi thënë, shpesh tek frutat dhe perimet lëkura përmban një sasi të lartë e të përqendruar të vitaminave, kështu që Tani po të mendoni pesticide, kujtun se sa gjëra këto se ato nuk... Nuk ham asnjë gjë, po të mendojmë ashtu kate. Po pra, të po them, kështu që nuk ka nevojë. Kur kalojnë dhe në temperaturë të sobës, gjërat ndryshojnë, kështu që nuk jam e asaj fushë, jam e kësaj fushë që ditë të gatuaj, por zgjidhni cilësinë dhe kur keni zgjedhur cilësinë, bëni të gjitha gjërat sepse vërtet janë shumë të mira. Tani këto I bëjmë në një formë, mund t'i hedhim në formë, mund t'i hedhni edhe në kështu gota, me thënë që t'i servirin duke hedhur frutat edhe atë kremin sipër e kështu. Bëjeni sipas... Tani një pyetje kam, unë duke qenë se kremin e bëre me lëngun e portokallit, që do të jetë shija e portokallit tek lëngu. Pse nuk zgjohet ta vendosësh portokallin edhe copë tek frutat brenda? Shiko tani nuk duaj që tashu kemi shijen brenda, tu kemi limonin, kemi mollët, kemi frutat të tjera, kështu që... Nuk të pëlqen ashtu? Nuk e di. Mendovaj që mos ta shtoja. Okej, mirë. Atëherë, Kat, urdhë më thuaj. E lëm punën për momentin, bëjmë pak atë pushimin tonë. Po, shumë mirë, lëm edhe ato të marinohen. Shohim edhe një herë çfarë kemi bërë deri tani në kuzhinë, po presim pak të na gatuhet edhe pilafi edhe mishi. Nuk kemi mbaruar, ne vazhdojmë ju presim këtu. Ju qëndroni me News 24 dhe na prisni, do rikthehemi sepse kemi akoma gjëra. Patjetër, sigurisht Anila, dhe në fund të fundit mund të tregojmë edhe çajin. Ose mund të sillim ndonjë recetë tjetër të momentit, nëse kemi kohë. Kati vazhdon edhe mendon, edhe nëse ka ndarë mendjen çfarë do bëj sot, gjithmonë kur sheh një produkt të ri, mendon se si mund ta sjell. Kështu që ne shkojmë në publicitet, ju presim në studio. Dhe ne jemi në studio. Bëjmë një përmbledhje Kati. Po, përmbledhjen do ta bësh ti. Ti do bësh përmbledhje, Po ti s'ta bësh.
prit se do të marrë gjëra që më duhen. Okej. Unë të bëj një përmbledhje. Çfarë kemi bërë ne deri tani? Çfarë kemi gatuar në pjesën e parë? Çfarë kemi vendosur në furrë? Çfarë kemi lënë ende pa përfunduar? Sot i kemi kushtuar rëndësi një gatim tradicional që është gjithmonë mishi me oriz apo me pilaf, por të sjell në një mënyrë tjetër shumë interesante dhe ja ku e kemi pikërisht orizin, se pari është orizi që ne kemi zgjedhur që e bën diferencën. Pra kemi gatuar sot me orizin jasmin, me një kokorrët interesante, me një shije karakteristike, e sigurisht që më pas shtimi i të gjithë shijes së pjatës është bërë me atë aromatizimin që vjen nga miksi i erëzave, palon mënjane dhe degëzat e rozmarinës, thelpi të hudhrës së freskët, vaj i ullirit e pakës gjalp dhe kemi vendosur në furrë, gjithmonë duke patur parasysh edhe raportin e lëngut edhe të orizit, siç bëjmë edhe në pilafin e zakont 1-2. E më pas në katin e sipërm të furrës kemi vendosur mishin që mund të zgjedhim një mish që ne kemi dëshirë, apo jo, të cilin gjithashtu e kemi aromatizuar me erëzat e veta, kemi shtuar vaj në ullirit. Ajo që e bën të veçantë këtë pjekjen e mishit në furrë janë edhe ato bishtat e qepës së njom, të grira imët që mbulojnë mishin dhe në të njëjtën kohë kur fillojnë edhe gatuhen, bëhen pjesët e gjithë tavës dhe lëshojnë edhe ato aromën dhe ato salcën që Kati e quan, e cila shërben edhe për ta shoqëruar më pas mishin apo pilafin apo me patate, çfarë ju do të keni dëshirë ta bëni si pjatë plotësuese. Ndërkohë që kemi sjellë dhe një ëmbëlsirë dhe qëndrojmë pak këtu sepse është momenti për të treguar se si do të bashkohen frutat e freskëta me kokrat e shegës dhe me këtë lëngun me portokallë dhe niseshte që duket shumë i shijshëm. Një mënyrë për ta servirur mbetet gjithmonë gota, e cila edhe e racionon në të njëjtën mënyrë, pra i kemi të ndara ashtu në frigorifer dhe secili merr atë gotën e vet, ose nëse po e përgatisim edhe për miqë, për të dukur pak më bukur, zbukuruar me fruta të thata. Ne në këtë rast kemi fistikët e qëruar që janë ideal për ëmbëlsira, për baklava, për kadaif, kudo që ju i shtoni vërtet që e bën pjatën shumë të bukur. Dhe qa të edhim tjetër, Anila? Dhe ja vësh ato? Vërja. Këtu në cep. Edhe nga 2 kokra kështu shega, si po të kesh Ashtu për që pak të thyej ngjyrë. ngjyrën e jeshile. Dhe një kështu tek tuk. Edhe, bukur duket. Si thuet ajo vala. Shkopi magjik. Mënyra tjetër për ta bërë më për familje, më për ta shtruar në një tavë, pra është i vendosim frutat që ju dëshironi të zgjidhni në një tavë. Ne këtu kemi banane moll, edhe shekë do jashtë. Shiko, fruta që ndodhen në shtëpi nuk është se... Dhe ti shtrajmë në një tavë. Hidhi dhe ca kokra shegën, Anila, hidhin ca poshtë. E shikon, edhe sa ndojnë neve në pushim, mollët nuk u nxin për arsye se kemi hedhur lëng limoni. Edhe bëm edhe më të pasur, do me thënë si, do me thënë me vitaminën C. Ti shtaj më shumë, apo ti lë përsipër këto? Lë përsipër ato. Mund të shtoni lule shtrydhe, mund të shtoni dardh, mund të shtoni... Si qënë ato më e një rruvo? qershi edhe pse... Lule shtrydhe, qa ishin ato tjetër? Qa ishin? Mirë, shiko, këto janë frutat më të përshtatshme për neve. Ne jemi tek ato më të zakonta. Portokalli, molla, banania. Portokallin e kemi te lëngu. Po. Te paluzeja që kemi bërë. Ka ti si bëjë dikur ajo paluzeja kalamajve kështu? Kështu e bënim me qumësht, e bënim me ujë, me vaj ulliri, qëfar të kishim, kur s'kemi pas qumësht, e bënim dhe me vaj ulliri. Shiko, të them të drejtën, ato ushqime tona dikur të fëmive, nuk është se ishin shumë të mira madje, të shëndetshme. Qoftë paluzet, qoftë ato me mualebit që bënim, suprat që bënim, shumë të mira. Nuk e di tani modele nxjerrin gjëra të reja, nxjerrin, thosh... Se nuk je dakord ti për këtë modele të reja? Shiko, nuk jam dakord me këtë... Si ke thonë, çdo kohë ka të vetën? Ka të vetën, më dakord, po tani që të thuash për qumshin e lopës, që nuk është dhe kaq që i shëndetshëm. Po, kanë dalë ca teori që qumshi, po, vërtet. Unë me atë u ritëm.
Me qumë shlope. Edhe ja si jemi Edhe tuaj. fëmijët. Do me thënë, s'kishte në nagji. Jepte qumë shlope. Po mirë holloj, nuk është se jepe Po që në si ka qumë shlope dhe ujvrisi. Mirë. Edhe Bëjmë të paluze. zbukurimin ton tani të kësaj tave Tani fistikën do të hedhë shtjeni. ëmbël. Po, e hedhun, këtë. pa tjetër që e hedhun. Po deshët qonë edhe kanel brënda. Si të doni juve. Ku e kemi kanelën? Kam Ne dhe këtu. ashtojmë kanelën, apo jo? Kemi dhe këtu. E shoh që kemi këtë me shkopinja aty poshtë, po? Jo, neve kemi këtu një... Ne qas kemi, thoj. A dalë më si, duke siguri kisha lënë këtu poshtë. S'ka që se unë mendoj. Sa ti se S'ka kanë ti, lesi. edhe kështu është shumë mirë, mos e ngarko. Jo, se kanela e ka pak të fort aromën edhe mos na heq Ngelemi aty, aromën Anila. e portokallit. Ngelemi aty dhe duhet të heqim tavën me orizë sepse është bërë gati. Okej, shumë mirë, ja, do lërëm pak vënd Dhe këtu pak më tani. përpara neve, çfarë u thamë ambisave? U thamë që me këto, neve sot bëm një mbëlsirë dhe një çaj. Kështu që edhe ju në shtëpi bëni mbëlsirën, bëni dhe çajin. Po t'ja themi se ne i vum gjatë reklamave, ato lëkurat e frutave, që Po e ka t'i thamë që bëhen. mos i çoni dëm, përgatisni një çaj me aromë të mirë dhe me ato vitaminat që do të lëshojnë. Dhe ne pikërisht e bëm për treguar edhe kardamonin që mund të përdoret edhe në aromatizimin e çajrave të ndryshëm në shtëpi, kështu që do ta shohim edhe në pilafin që përdorëm, e kemi këtu sipër. Ka shumë të mirë aromën. Edhe në ja, ka t'i e shtoj pikërisht në tenxhere, ku ne do t'a përdorim në formën në një çaj tani. Okej. Çaj doni ta bëni me mjaltë, doni ta pini kështu si ç'është, si ta doni juve. Si e thot ajo, si ma do, moj si ma do kafen. Tani ti si e do kafen. E do të ëmbël, Si ato duam të kripu. ëmbël, të ëmbël, të ëmbël. Se me që jemi të këtë orit e shëndetit edhe për sheqerin nuk ati na kanë thënë të mos se konsumojmë, po janë që do njëri unë do një gjë të ëmbël. E do. Ja, u Tani qoj pak. kardamonin e hedhim në momentin e fundit. Ata Nila unë mendoj që ta heq, ta hedh në një pjatac, duke vërë dhe ato racionit e mishit. Po për momentin Mirë, ti, edhe kështu bukur duket, po, pa tjetër që do t'a bësh kosh siç ti e ke menduar, zjem sepse janë një këto. recete e vetme, edhe në ekran kur e pam, edhe merr thamë që edhe ka dy ngjyrën e pjesë. mirë. Tani juve nëse doni, shiko, aromën e mirë. Kardamoni ka lëshuar atë aromën jashtëzakonisht të mirë. Edhe këto lëkurët e portokallit, më falni, të portokallit, se mund të shtoni dhe lëkurë portokalli. Patjetër. Edhe të mollëve kam hedhur unë këtu brenda, të bananes, edhe këto kardamonë, dhe kemi një çaj shumë të mirë. Pak mjalt. Edhe ndonjë fetës limoni në anë. Ta kishim gotën, do me thënë me ngjyrë, do t'ishte më bukur, sepse do dukesh edhe ngjyra e çajit. Po gjithsesi, Dhe mendoj që duhet të shohim edhe mishin gati, se të paktën nga pamja e furrës, më duket ndërkohë Regjena ndihmon pak edhe me minutazhin, që të kemi kohë të rilexojmë pak edhe recetat. I shohim pak recetat në ekran, kur të jetë momenti. Sa na doli mishi. Atere. aromë të mirë. Ta shohim pak se... Më sjell kështu Anila qepa dhe hudhra. Më jep shumë kënaqësimi. Nuk e ndjen qepën dhe hudhrën. E ndjej, moj, e ndjej. Kështu si ma thua ti, them do t'jon. Po ndjej moj qepën dhe hudhrën, se ajo e bën të veçantë. Më pëlqen. Okej, Ashtu. tani i shohim recetat dhe vazhdojmë edhe ndjejmë aromën e mirë këtu në kuzhinë. Mish qengji me hudhra dhe qep të njoma. 4 racione mish qengji, 2-3 hudhra të njoma, 3-4 qep të njoma, 80 gram gjalp, trumz, piper i kuj speci, krip edhe piper. Pjesa e dytë e kësaj recete, pra shoqërues i mishit, ne sot kemi zgjedhur orizin me të përgatitur pra 2 filxhan çaj oriz, 1 degëz rozmarin, gjysmë kokre limoni, 2-3 thelpinj hudhër, krip, piper, kardamon, 1 lug supe mix erësash dhe 2 lug vaj ulliri. Krem portokalli me fruta të freskëta, përbërësit janë si më poshtë.
600 ml lëng portokalli, 2-3 lugë supe nisteshte, 3-4 lugë supe sheqer, 1 lugë gjalp, 500 gram mix fruta të freskëta, kanel, ara ose fistik për servirje. Ne kemi sjedhur pikërisht fistikët. Tani, në kohën që na ka mbetur, do të merremi me mënyrën se si mund ta shërbejmë këtë gatim pilafin me mish. Qa ka kati? Jo, asgjë. Shëndzet shumë, është e nxehtë edhe. Po s'ka problem. Shikon se sa i shkrifët është edhe pse i nxehtë. Shikon, neve sa i nxorëm nga fura na përvërlon, po juve në shtëpi sigurisht që do ta lëni të qëndroj, mbulojeni me një pecet guzhine. Pse edhe kur e bëjmë në furë do atë të pecetës? Shiko, po e bën mirë Anila sepse e lë të shkrifëruar. Mendova se bëhej vetëm në tenxhere ose në tigan. Jo, nuk ka asnjë ashtu. S'ka pse mos të bëhet edhe këtu. Po thash, nga që në furë gatuhet pak më kështu, më gradualisht. Mirë, në rregull, nuk ka problem. Çdo gjë i bën, domethënë që në momentin që nuk e nxjerr, plot e mbushëm ne me pjatën. Hajde tani ti vendosim ndonjë. Kështu. Ta heqim atë nga vendi. Edhe me që Dhe ato të marina me duar. Ka të fort kërcelin. Tham që të gjitha lëngjet që do të mbeten në tavë, do t'i ndë i përdorim, ka t'i besoj, për një kështu? Ja tani do hedhim dhe pak lëngje. Po unë do t'ja hek këtu të kjo. Po ja, o hish këtë që nuk na duhet. Djeg vërtet. Djeg se... Dhe do lëm pjatën që është për t'u treguar. Marim një lukë tjetër. Antere, jemi në minutat e fundit, shërbejmë edhe këtë salsën me qep, me hudhra dhe me lëng mishi dhe me erza, pra me gjithë shkaj që është vendosur në tavë për para se të shkonte në furr, të cilat tashmë vërtet duken shumë të shishme. E këto bëjnë të veçantën. Se mish të pjekur në furr kemi bërë plot, po kështu s'kemi bërë. Kështu që bëjni dhe ju të dashuran visa, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Do t'ju japi një shi si asnjë herë tjetër. Okej. Atëherë, Kati jemi në fund, jemi shumë okej. Shim pak tryezën. Shim tryezën dhe afrojmë pjatat edhe një herë për t'ju dhënë mundësi për t'i parë. Megjithatë, ju kujtoj se si gjithmonë mund të na rigjeni në YouTube, në News 24 dhe Villa 24, gjithashtu edhe në Balkan Web. Këto ka qenë recetat për sot, ky është kanali i Villa 24, News 24, Balkan Web. Na rigjeni në vazhdimsi të ditës, sigurisht i vetëm të ditës së sotme, por të gjitha recetave që kemi sjell ditë pas dite në këndin tonë të gatimit. Kati, ta mbyllim? Ta mbyllim dhe t'u themi anvisave, mos hezitojnë t'i përgatisin në, do me thënë t'i kemë për tryezat e tyre familjare. Lloji recetës që neve përgatitëm sot do t'ishte mirë edhe për një tryezë festive. Edhe kjo, mua do të më pëlqente shumë për ta shoqëruar, përveç se juve përgatisni dhe baklava dhe njërën tjetër, që edhe neve do mundojmë të sjellim një recetë më festive, por dhe kjo është shumë, do me thënë, e freskët, shoqëruese, tamam, që nuk është e rëndë. Dhe i kombinon mjaft mirë. E vërtet. Kalofshi sa më bukur. Të lumshin duart, edhe nesër, prapë jemi në kuzhinë. Jemi nesër në orën 9 dhe tjera receta, tani është koha të bëjmë një shkëputje të shkurtër bashkë publicitare, kthehemi me të ftuarit.